Prateničke, dobrodojdovte vo Собраницкото ТВ студио. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Учествувавте во Меѓународниот енергетски форум во Ајдер, Турција деновиве. Таму со представници на парламенти, на влади, на меѓународни институции од регионот на Црно море разговаравте за енергетска транзиција, за вештачка интелигенција и регионална соработка. Во овој дел за нашите гледачи, која е улогата на собранието, на пратениците во делот на креирањето на политики? Atëhere, unë isha eftuar si antare e Komisionit PAPSEC, pra që është një komision asamblear i shteteve për çështje ekonomike të Detit të Zi, dhe isha eftuar si mysafire, ku në këtë forum kishte edhe shumë deputet tjerë nga ky forum që përfshinte antarët e këtij komisioni që janë të shteteve rreth Detit të Zi, pra përfaqësoi Republikën e Maqedonisë, e cila ishte një forum ku paraqiste një platformë të rëndësishme energjetike, ku përfshiheshin dhe konsolidoheshin mendimet si në çështjet politike, në çështjet e diplomacisë, çështjeve ndërkombëtare dhe profesorë të ndryshëm universitar dhe mendime të ndryshme që fliteshe direkt për çështjet energjetike në nivel regional, Turqia si një vend kyç, por edhe ndërkombëtar. Дали може конкретно за нашите гледачи, што конкретно се разговараше, се дебатираше во овој форум? Atëhere, ky forum, në këtë forum merrnin pjesë edhe figurat larta politike të vendit, ministra të energjetikës, të politikës sociale, të shëndetësisë, merrnin pjesë ekspert të fushave të energjetikës, merrnin pjesë biznismen privat, si dhe diplomat të rajonit dhe më gjërë edhe deputet të ndryshëm ku fliteshte për krijimin energjetikës, pra ruajtjen e energjisë, prodhimin e saj, përdorimin e energjisë, si dhe implementimin e energjisë duke i dhënë theks të veçantë situatave, pozicioneve kyçe, dhe me thënë Turqia si një vend në rajon që ka një pozicion geostrategjik të rëndësishëm në mes të atyre shteteve, duke folur për prodhimin e energjive të reja, më shumë ishte theksi për termin green energy ose energjia gjelbërt, e cila nënkupton energji e cila është e ripërtrishme ose e riprodhueshme dhe përdoreshte, domethënë nga përdorimi i energjisë diellore ose solare, energjisë së erës, energjisë së ujit, hidroenergjisë, energjisë nga nxehtësia e tokës, geotermale si dhe të biomasave nga njëra anë, edhe pjesa tjetër, kjo energji është në pajtueshmëri me ekologjin, pra është shumë më pak e dëmshme, lëshon shumë pak gazra, e ruan gjelbërimin si dhe ekosistemin dhe ekologjin në nivel global. Pra theksi ishte më shumë në këtë lloj të energjisë, të veshte theksi në këtë prodhim të energjisë, përdorimi i inteligjencës artificiale në mënyrë direkte për prodhimin e saj, si dhe pasoja dhe kostoja në njerëz dhe në shëndetësi, por edhe në ekologji që t'jenë sa më minimale. I za na kraj, što dobivаме како земја со учество во вакви форуми? Може ли да очекуваме некоја придобивка во скор можен период? Sigurisht se përfitimet janë në nivelin e dur, sepse edhe ne paraqesim burimet e energjisë në vendin tonë, pastaj shkëmbejmë përvoja të reja, edhe njëkohësisht marrim edhe mbështetje, edhe përkrahje edhe për investime, por edhe të jemi në koherencë me zhvillimet regionale të nivelit të energjetikës në botë. Pra unë kisha një fjalim që e përfaqësoja Republikën e Maqedonisë së Veriut për burimet tona energjetike, për energjinë solare që veç është në përdorim, si dhe sepse Maqedonia dihet se ka një gjeografi të volitshme për prodhimin e energjisë, por njëkohësisht atje u përmend se edhe sektori privat, domethënë edhe sektori privat të kyçet në mënyrë direkte dhe të përfitojë sa më shumë prej këtyre burimeve të energjisë që tashmë po ecin me hapa shumë të shpejt në nivel rajonal edhe më gjerë.
Благодарам за вашето учество во Собраниското ТВ студио. Фалемдерит. Faleminderit dhe juve për ftesën, ishte kënaqësi.